Rreziku nga ortekët është shtuar në Alpet shqiptare pas rreshjeve të fundit të dëborës dhe erave të forta që kanë përfshirë zonën verigjindore të vendit. Një grup prej 40 alpinistësh nga Kosova, të cilët prej 3 ditësh po eksplorojnë Alpet shqiptare dhe luginën e Valbonës, janë përballur nga afër me këtë rrezik. Gjatë ecjes në zonën alpine të Valbonës, ata kanë filmuar momentin kur një ortek i fuqishëm shkëputet në majën e Briasit në lartësinë 2570 metra dhe zbret me shpejtësi drejt luginës, duke krijuar një rej të dendur bore që mbulon të gjithë zonën. Pamjet janë regjistruar nga alpinisti Kristian Gashi, pjesë e klubit alpin Prishtina, i cili bën edhe një apel për kujdes maksimal dhe siguri për të gjithë vizitorët që frekuentojnë këtë periudhë zonat alpine. Përshëndetje, jam Kristiani prej klubit alpin Prishtina. Jemi në luginën e Valbonës, këtu kemi ardhur dje dhe kemi me qëndru deri të shtunën. Kemi ardhur për qef, po ndër të tjera kemi pas rastin me pa njënin prej orteqeve i cili ka fillu prej majës Briasetit. Dhe që kisha dash me bo një lutje të gjithë adhurues të natyrës me pas kujdes këto ditë për shkak të orteqeve në krejt Kosovën dhe Shqipëria, sidomos në anën veriore që kemi edhe bjesht në radhës, pra me pas kujdes të shtuar dhe mos me bo ngjitje pa guida, pa udhëheqës dhe me i limitu sa ma shumë ngjitjet në për llojet të tilla të bjeshve të ngjashme për shkak të rrezikshmërisë lartë edhe mund me qenë edhe vdekje pruse. Sipas alpinistëve, kushtet në terren mbeten të bukura për ecje, por njëkohësisht shumë të rrezikshme për shkak të paqëndrueshmërisë së shtresave të dëborës. Jemi ardhur në Valbon me Kristianin, prej klubit Alpin Prishtina, ku jemi të kalu shumë mirë. Kemi bo një ecje këgjat të fort, vazhdojmë hala me ecë, edhe përshijojmë në maksimum këtë ecje në këto vjeshtë tona. Këtu jemi në ekspedit me kompaninë e sigurimeve Iliria Life, që organizohet prej klubit Alpin Prishtina. Këtu po kalojmë shumë mirë, koha është e mirë, kolegët e mirë, koha e mirë, gjithçka po shkon në rregull. Sot jemi këtu në Valbon, sot jemi të kalu shumë mirë, koha tepër e mirë edhe kemi bërë një ecje prej 9 kilometra gati tash edhe me kthem. Jemi të kënaqur, fenomenal është gjithçka. Ngjarja vjen në një periudhë ku fluksi i vizitorëve në Alpet shqiptare mbetet i lartë, duke rikthyer edhe një herë vëmendjen tek rreziku real që sjellim kushtet e paqëndrueshme dimrore në zonat alpine.